Protesta e organizuar nga veteranet e UÇK-s në mbështetje të Hashim Thaçit dhe 3 të tjerëve që po gjykohet në gjykatën speciale të Hagës ka përplasur kryeministrin Edi Rama me atë të Kosovës Albin Kurti. Kreu i qeverisë së Shqipërisë i është përgjigjur Kurtit pas një postimi të bërë nga partia e tij Lëvizja Vetvendosja, në të cilin thoshte se Rama kishte shkuar me helikopter në Prishtinë për të bindur palët të votonin pro ngritjes së kësaj gjykate. Por Rama, teksa thekson se nuk do të marrë pjesë në protestë për të shmangur dëmtimin dhe politizimin e saj, i kujtojnë Kurtit se ai gjithmonë ka denoncuar farsën ndaj Thaçit dhe të tjerëve kudo dhe kurdo. Rama thotë gjithashtu se nuk është në garë me Lëvizjen Vetvendosja, e cila sipas tij po i ngatron marrëdhëniet institucionale të Kosovës me Shqipërinë me çorbën e balotazheve komunale, duke ju referuar raundit të dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen në Kosovë me 9 nëntor. Mes të tjerësh, Rama i kujton se Lëvizja Vetvendosja 10 vite më parë nuk nihte as himin e Kosovës dhe jo më të mbështeste pafajësinë e ish-presidentit Thaçi. Rama i thotë gjithashtu se partia e tij do të donte ish-presidentin përjetësisht në Hagë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur se nuk do të i bashkohet protestës së veteranëve të UÇK që do të mbahet të premte në Tiranë. Deri më tani kishin pizotruar heshtje nga qeveria e Kosovës mbi këtë protestë, por Kurti ka përdorur faqen zyrtare të partisë së tij, Lëvizja Vetvendosja, për të dhënë një qendrim për protestën, ku vetë se nënkuptoi që ai nuk do të bashkohet kauzës së veteranëve, për liri, për ish-krerët e UÇK-s, një sulm pas ka rezervuar edhe për kryeministrin Edi Rama. Lëvizja Vetvendosja kritikon gjithashtu qeverinë shqiptare, teksa thotë se institucionet e Shqipërisë si shtet antar i OKB-s, i Këshillit të Evropës, i OSBE-s, i NATO-s, shumë pranë Bashkimit Evropian, ka përgjegjësi dhe mundësi për këtë çështje ta ngrenë në këto forume ndërkombëtare, aty ku flitet e vendoset për drejti e jo në sheshin Skënderbej në Tiranë.